domethënë jo direkt islami edhe jo direkt musliman, po vlerat në ndërto. Edhe ç'kesh problematika më e madhe. Domethënë çore këtu nëse e vrejmë, pezojmë ka një narrativ për praktikat islame. Domethënë që për mbulesën, sepse këtë besoj këto ti ke vetë eksperiencat tua, edhe secilla vajzë muslimane që ka vendosur me vendos me kanë bind ndaj Zotit tyne, Zotit saj. Për me nqit mbulesën e ka një përvojë të tillë. Domethënë është çka që theksume, saqë edhe jo që është theksume kjo më që është sulmu vazhdimisht, është sulmu si diçka e huaj, është sulmu diçka që e cënon anën kombëtare, shtetërore, gjithçka tjetër. Sa kanë hyrë edhe në individuale, që ti e shkelun nëse edhe te pjesa e individualitetit të personit, që kjo bën shtypjen tonë, ose për shembull edhe në anën tjetër, ajo pjesa e hipokrizisë, domethënë këtë rrymat që kanë thonë për luftojnë për drejtën e gruas, shumë interesant. Këtë organizatat asnjëna s'kan ngritë zonin për këto vajza, kur ne e dim që realisht ne e dim për praktikës, jam i bindur që dene ti edhe unë, sepse kemi eksperiencë dhe njohim pjesën e komunitetit musliman, që shumë si aja që dominon është e kundërta. Domethënë ka vajza që kanë vështirësi të mëdha të bindura me qenë mbulesën, dojnë me qenë mbulesën, edhe kanë të pamundshme për shkak të paragjykimeve deri në dhuna fizike ndoshta, për njerëzve të afërt të saj që e konsiderojnë këtë pjesë që janë të friksuar ndaj kësaj. Ata njerëz janë të friksuar se ata janë musliman, edhe ata, po ndihen të friksuar me kjo frikë nga ka ardhur. Që kjo është sulmi që është bëj Islamit. Domethënë ka arrit njerëz me i friksu. Aja që kur folën për terma, caktuar, pezojmë, edhe pse jemi bërë shumë pozitativ termat, sidomos ke pjesa e fobisë, po nëse flasim për islamofobi, ka të theksueshme në narrativen e jetës publike në Kosovë. Domethënë, unë thash e kam pas babën shkrimtar, ka vdek, një vjet e gjysmë ka që ka vdek. Zoti më shëroft. Amin. Edhe kur vdesh, domethënë, po du me marrë në këtë rrafshin që po flas. Nuk po flas si prind, po flas si shkrimtar dhe një djalë i shkrimtarit, që më është dashur me prit njerëz, me përcjell, me shku në ato orat poetike që janë bë për to dhe vazhdojmë të bë. E kom vrejt një paragjykim të jashtëzakonshëm, domethënë prej pjesës ma elit vendit që është dashur me kon, për Akademisë së Shkencave, për shkrimtarëve të Kosovës. Domethënë pjesa që matë si pjesa më intelektuale e Kosovës, ka elemente të dukshme të islamofobisë. Ç'kjo është shqetësimi? Fobit ekzistojnë. Te secila shoqëri. Ndaj diçka e tre që vjen ose ajo që është prezente, po zakonisht janë të shtresat jo mirë të edukuar ose të shkolluar në rrafshin akademik. Nuk kanë arritur me perceptu ndryshimin edhe e shohin si të frekshëm. Kjo ndodh në çdo shoqëri. Për shembull, nëse flasim për racizmin, në shumicën e vendeve nuk është e ojka e shtetit, nuk është e pjesa akademike e shtetit. Kur u kon e dim çka ka bë. Kur u kon te pjesa akademike e dim edhe i kemi shembull botror. Po realisht sot për sot ka një luftë që për shembull institucionet më të larta të shoqërive e luftojnë racizmin. Po racizmi është te shtretat e ulta. Në përditshmëri. Aja që ka ndodhur në Kosovë me islamofobinë është e kundërta. Te shtresa e lartë të Akademia e Shkencave, kryetari i Akademisë së Shkencave, ka shkrim që ka elemente të islamofobisë të hapura.